Një përplasje që askush nuk e priti. Një miliarder dhe një sekretar i thesarit raportohet se janë përfshirë në një sherr fizik brenda ambienteve të shtëpisë së bardhë. Elon Musk dhe Scott Bessent shpërthyen në fytyrje dhe më pas në një përleshje fizike. Pas një takimi me presidentin Donald Trump, Musk e goditi me shpatull Bessent si një lojtar rugby, nga i cili mori të njëjtën përgjigje, dhe ky incident supozohet se çoi në largimin e Musk nga shtëpia e bardhë në fund të majit. Përndërsa largimi i tij fillimisht ishte miqësor, Trump dhe Musk u përplasën brenda pak ditësh. Musk pretendoi se Trump nuk do t'i fitonte zgjedhjet e vitit 2024 pa mbështetjen e tij financiare. Trump më vonë tha se Musk ishte çmendur, duke deklaruar se nuk sheh rrugë për pajtim me të. Por Musk duket se do të donte të riparonte marrëdhëniet mes tyre. Fyerjet u shndruan në kërcënime, marrëdhënia u prish dhe politika amerikane po ndjek me vëmendje këtë dramë të paprecedent. Për të mësuar më shumë rreth lajmeve të fundit në botë, lexojeni telegrafi.com.